Dhe ka një lidhje të fortë midis shtimit të pasurisë dhe lidhjes parafisnore. Profeti alayhis salatu wasallam thot: "Men arada an yunsa fi malihi fi rizqihi wa ajalihi falyasil rahimahu." Ai që do që t'i zgjati shtohet pasuria dhe t'i zgjatet jeta, le t'i mbaj lidhjet me të afërmit. Dhe këto janë dy begati që çdo kush nga njerëzit i dëshiron. Jetë gjatë dhe pasuri. Ka dikush që thotë ja, nuk dua pasuri, nuk dua si jetë gjatë. Këto janë që i lartmon zemrën e njeriut, sepse janë begati të mëdha. Janë begati të mëdha. Dhe ka një lidhje të fortë. Prandaj profeti alayhis salatu wasallam e përmendi këtë gjë, por gjithashtu për të kujtuar që me të pasuri që të ka dhënë Allahu, përpiqu t'i mbash lidhjet me të afërmit. Duke filluar me prindërit. Ka njerëz që ata vetë me familjen e tyre, pra me bashkëshortet dhe familjet e tyre jetojnë në mirëqenie. Prindërit nuk përmbushin dot nevojat e jetesës së tyre. As atë që është e nevojshme. Nuk paguajnë dot dritat, nuk paguajnë dot ujin, hajnë një ushqim shumë të dobët, nga mungesa të hollave, ndërsa ky vetë jeton në mirëqenie. Me pasurinë, begatinë që i ka dhënë Allahu, ti nuk i mban lidhjet me të afërmit. Por nëse i mban lidhjet me të afërmit, me atë pasuri që i ka dhënë Allahu, pra duhet të filluar me prindërit, shpenzon për prindërit e tij, por edhe për të afërmit e tij. Jo vetëm kur ata kanë nevojë, janë në hall, por edhe kur nuk janë në hall, pra bën një dhuratë, i dhuron diçka. Dhe dihet që dhurata ka efekt tek zemra e tjetrit. Për të tillën profeti alayhis salatu wasallam dhe thot dhe e di hakun e Allahut në të, në pasurinë e tij. Pra kur ka për dhënë zakatin, e jep zakatin, kur ka për dhënë sadaka, jep sadaka. Ky është haku i Allahut, pasuria e tij. Ky, thot profeti alayhis salam, bi afdalil manazil, është në gradat më të mira. Kush ishte? Njeriu të cilit Allahu ka dhënë pasuri, ka dhënë dituri, me këtë pasuri me këtë dituri ky arrin që mos e shpërdorej pasurinë e tij, mos e çojë në harame, por në devotshmëri dhe në atë gjë që është e lejuar. I mban lidhjet me të afërmit dhe i realizon obligimet fetare që ka, zakati e tjerë.